Toyota Yaris Cross 2025, kompakt, urban dhe gati për gjithçka. Në vitin 2020, duke ndjekur trendin global të SUV-ve të vegjël, Toyota prezantoi Yaris Cross, një verzion më i lartë, më i fuqishëm dhe më i avancuar teknologjikisht i Yarisit klasik. Kjo ishte përpjekja e markës për të kombinuar praktikitetin urban me qëndrueshmërinë dhe pamjen crossover, duke ofruar një alternativë për konsumatorët që kërkonin një SUV kompakt pa humbur ADN-n e Yaris. Modeli 2025 i Yaris Cross përfaqëson gjeneratën më të rafinuar të këtij crossoveri të suksesshëm, me një dizajn të freskuar, përmirësime në teknologji dhe efikasitet të shtuar në konsum. Toyota ka synuar të përforcojë pozicionin e Yaris Cross si një makinë tërheqëse për qytetin dhe udhëtimet e përditshme. Toyota Yaris Cross 2025 paraqitet me linja më të mrehta dhe më moderne. Mbrojtësi para dhe pas janë më të theksuara, duke i dhënë makinës një qëndrim më muskular. Dritat LED vijnë me një dizajn më të holluar duke përmirësuar pamjen e natës. Dimensionet e saj mbeten të përshtatshme për qytet, rreth 4.2 metra gjatësi, por mjaft të bollshme për një familje të vogël ose përdorim të përditshëm. Brenda kabinës, teknologji dhe prakticitet. Brenda, Toyota Yaris Cross 2025 përmirëson ndjeshën për vojën e drejtuesit. Ekran qendror 10.5 inch, mbështetje për Android Auto dhe Apple CarPlay Wireless. Paneli i instrumenteve digital 12.3 inch, njërisi për segmentin, ofron qartësi dhe personalizim të lartë. Sistemi Toyota Smart Connection Plus, që përfshin navigim cloud dhe përditësinë online. Hapësirë mjaftueshme për 4 të rritur, me bagazh praktik prej 400 litrash, ideal për udhëtime fundjavë. Motori dhe performanca. Yaris Cross 2025 vazhdon të ofrojë motorizimin hibrid të përmirësuar. 1.5 litra benzin me sistem hibrid të gjeneratës së 5 që zhvillon rreth 130 kuaj fuqi. Konsum mesatar 4.5 litra në 100 km/h në kushte reale urbane, jashtëzakonisht ekonomik. Verzioni AWD me 4 rrota aktive në kushte të këqija është një plus për sigurinë në motë më të ftohta apo zona malore. Transmision automatik CVT i rafinuar, pa dridhje dhe shumë i qetë në ngasje. Siguria dhe sistemet ndihmëse. Toyota e ka pajisur këtë model me Toyota Safety Sense 3.0, frenim emergjent, mbajtëse kursie. Njohje shenjash, Adaptive Cruise Control, parkim automatik dhe kamera 360 shkallë, sistemi monitorimi të këndit të vdekur dhe paralajmërimi për trafik të kryqëzuar prapa. Toyota Yaris Cross 2025 është më shumë se sa një Yaris i lartësuar, është një SUV i vogël dhe nuk bën kompromise mes ekonomisë dhe përvojës moderne të ngasjes. Me teknologji inteligjente, stil të freskët dhe besueshmëri tipike Toyota, ky model është një nga më tërheqësit në segmentin e vet për vitin 2025. Këtë vetur mund ta merrni për test drive në showroomin e Toyota Kosova.